Edhe jemi mbrëma, jemi në pjesën e dytë të emisionit, kësaj radhe i kthehemi në shtëpi, pra do të thënë me çështjet e tona, me çështjet shqiptare, sepse në fakt jo më lart se sot SPAK ka bërë namin, pra se thua ka kërkuar disa dënime maksimale, sigurisht është gjë KKO-ja, pra gjykata speciale që do t'i konfirmoj, apo do t'i ul, apo t'i skontoj ato për sa i përket aferës, po themi, të serializimit sipas SPAK, sipas doon ky korrupsion merr i tëri si paket 36 vjet burg kërkon SPAK-u për ata të cilët kanë gjyrë gishtin, kanë futur dorën, kanë ngrënë, kanë pirë pikurizën e parave të shqiptarëve sipas SPAK-ut, pritet kuptohet gjykata. Për dekryptuar këtë dhe vetëm këtë, për të parë nëse kemi një rizgjim të SPAK-ut, kemi një përgjumje, një independencë apo një kapje të SPAK-ut, kam këtu Esona Konomi, mi mbrëme Esona. Se erdhe, Igli Qelmetën, mi mbrëme Igli. Mi mbrëme Andruena Labani, mi mbrëme. Lajt Vasilin që e mbrëma që në fillim. Mi mbrëme. Dhe Lida Pozheko, mi mbrëme Lida. Të lasë të fund që dhe epja fjallën të parën. është shumë të 36 vite burg për sterilizimin, pra dënimi më i letë është, se tu është më i rëndi është 8 vjetë, më i leti është këtë 4-5 vjetë. Pra janë, pra i para se pretendohet që janë vjedhur, apo është i kompromis që në akuzë? Në fakt, kjo është edhe paradoksi i sistemit penal shqiptar, sepse këta lloj individësh, në atë që është dëmi real që i shkaktojnë shoqërisë, nëse do dënohen gjithmonë deri në prezumimin e pafajësisë, është shumë herë më i madh se sa masa ndëshkimore. Që do të thotë, ka një përmirësim në kuptimin e përgjithshëm të kërkimit të një masë dënimi më të rëndë se ato që jemi mësuar për vepra penale të korrupsionit në vetvete, por nga ana tjetër, duke qenë se sistemi ka ato ujërat e veta brenda, unë mendoj që në proporcion me pasojën, sepse gjithmonë shihet edhe pasoja, janë 100 milion euro të taksave tona, i hap dritaren kujdo që është në këtë sektor, që të thotë për 3 vjet, 4 vjet apo dhe 5 vjet burg, nëse unë fitoj 100 milion euro, apo gjithë masën e volumit të parave që lëvizin nëpërmjet tenderave, pse mos t'i bëj? Në fundit siguroj brezin e parë, të dytë, të tretë, shoqërohet me sekuestrimin e pasurive? Jo, tani këtu ka një problem. Nuk ka. Se në rastin konkret, dhe besoj që Igli do t'jetë shumë më specifik son të paktën për këtë rast konkret, që akuza ka disa probleme në mënyrën jo ka mashtrim, jo grupi strukturuar, ka disa elemente në brënda teknik, po për teksaj. A është konsiderohet një grupi strukturuar kriminal? Akuza me sa diun është për grup strukturuar kriminal dhe kuptohet që kjo ka një shtim dënimi me 5 vjet dhe pastaj aty prokuroria lëviz në masën. Sa është maksimale që jepet për grup strukturuar kriminal? Jo, ajo është më vetës, është normë penale më vete. Qa është grupi strukturuar kriminal? 3 apo më shumë persona, të cilët bashkohen. Jam një band me 3-4 persona? Jo, janë 3 apo më shumë persona. 3-4 persona për një band, pra? Po jo, banda është akoma tjetër. Se është akoma tjetër në kuptim penal. Qa është banda? Banda janë 3 apo më shumë persona të cilët janë të armatosur dhe kanë kryesisht aktivitet terrorizmi. Banda ta shpetakurikisht, pra bandë kuptimi që... Vine i 5 vjetë tavolinë, bëm një plan, si të vjedhe 100 milion euro. Jo, por nuk është ka që thjeshtë, sepse ke grupi strukturuar... Po banda e dudësh pak të më thema. Ke grupi strukturuar, do të thotë që janë 3 apo më shumë persona të cilët për një kohë të caktuar, për një marrëveshje që ekziston, për një koordinim mes njëri tjetrit, për një njohje të detajeve dhe mbi të gjitha ndarjet të paras, janë në kohë të mirë vendosur me njëri tjetrit. Elida, unë po e them bandë gjyrë. Për shumë, pëse ti ke veshë sot një gjëtë bukur të bardhë? Me qenë se është që serializimi. Gjëtë kuqe. Po jo, po ishte për serializimi. Fustanët gjithmonë, po është i kuq, i bardhë, blu, në kuptimin e përgjithshëm të fjalës, po. Dhe në gjën konkrete të këtyre, duke qenë grupi strukturuar, kjo ka bërë dhe që të rëndohet dënimi. Se po mos ishte grupi strukturuar, jo. Sekuestrimin që tha Esona? Konfiskimin parashikon, por në rastin konkret, me sa unë di, po këtë Igli do ta shpjegoj më mirë, më duket se nuk kemi një rrjedhje që lidhet me konfiskim pasurish në masën e dëmit shkaktuar. Janë shumë veta janë ndarë lekët, kështu që nuk ose ja vlen të angazhohet. Dënohet si një drejtor me 3 vite burg dhe sipas prokurorisë klase ka kërkuar 430 milion. Po, e drejt, ka drejt. Dhe njerë. Ilir Begja si drejtorë. Si drejtori 5D-s, po thejnë. Po? Një drejtor, bizakonsh. Një drejtori. Me 3 vjetë burg. Do i 430 milion. Do i dozoj? Do i dozoj.
Kuj, s'ka për Kuj ka? të Në fakt për Begjen gjykimi është veç, ndryshe, po pra. akoma se zon Kompetencë përtecë. për të Begjen akoma. Parantesë. Po. Nuk të gjohë të ndojnë. Okej. Qëtë me ta, kave stafetën. Në fakt, po diskutojmë për një kërkesë, një pretensë të SPAK-ut për çështjen e sterilizimi për shumë vite burg, por për të marrë një nga një personat akuzuar të panderit, nuk janë aq shumë vite burg për të justifikuar dëmin ekonomik. Sa janë maksimalja, sa është minimalja? Që kanë shkaktuar shtetit shqiptar. SPAK ka kërkuar për ish zëvendësministrin e shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe biznesmenin Ilir Rjapaj 10 vite burgim, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, konvertohet në 6 vite e 8 muaj burg. Të dy janë arrestuar në vitin 2023, kanë 2 vite në paraburgim dhe nëse i konvertohet dënimi i shkojnë 3 vite dhe i kanë ngelur dhe 3 vite 8 muaj burgim për një aferë mbi 100 milion euro dëm shtetit Edhe aty shqiptar. do hy liria me kusht, sjellje Etjere, mirë, ulen ditët, më thënë. Ndërkohë dënimet e tjera janë konvertuar disa prej tyre në shërbim prove, është kërkuar pra nga prokuroria e posaçme, nga SPAK, pasi dënimi do jepet me datë 9 korrik, deri seanca e radhës ku gjykata e posaçme do paraqitet mbrojtja. Sa është dëmi ekonomik? Mbi 100 milion euro. Hetimi ka nisur 4 vite më Është sakta parë. po është i fryrë kë, 100 milion euro. Tash hetimi ka nisur mbi 4 vite më parë pas kallëzimit të nismës Turje, ku Si ata bëhet, akuzojnë jo, do më thënë, 100 milion euro në 4 vite, në 5 vite. në 10 vite. Tenderi, Në 10 vite, tenderi ka qenë për 10 vite, gjithë koncesioni Ka faturë. ka 100 milion euro. 100 milion euro, gjithë Pra, koncesioni. gjithë për ta shpjeguar çfarë ka ndodhur. Në kohën kur Ilir Beqa ishte ministër shëndetësie dhe zoti Rapaj ishte zëvendës ministër. Shiko nga lajri se nuk është më mirë. Miku i tyre, se janë një Rapaj, një Repaj, njëri ishte zëvendës ministër, njëri ishte një biznesmen në Itali. Ta dy shokët bashkë, shok fëmijërie, zëvendës ministri, kur kishte ministër Beqajn, i dha një koncesion për sterilizim mikut vet, me vlerë 100.000 euro. Milion euro, ndjes. Sa vjetë pas, 100 ca milion o 10 vjetë? Në periudhë 10 vjeçare, 10 vjeçare. Po varet se do ta A kaluan 10 vjetë apo prokuroria i kapi vazhdo në sterilizimi, vitin e 5? kontrata vazhdon të zhvillohet. Vazhdon? Pra lekët vazhdojnë t'jepen. Rjepaj dhe këto vazhdojnë marrin lek kompanitë e Vazhdojnë këtyre? të marrin, nuk e kanë ndërprer as SPAK-u, nuk e kanë ndërprer kontratën koncesionare. Është absurdi. Sepse ata vazhdojnë të ofrojnë shërbim bëjnë sterilizim, ata vazhdojnë. shqiptare. Ata vazhdojnë të Bëjnë në ofrojnë letra, të por në shërbim. realitet jo. Pra rrim burg dhe vazhdojnë sterilizojnë. Sipas Ilir Beqajt, QSUT-ja dhe spitalet tona nuk kishin kapacitete për sterilizuar vetë pajisjet, por do duhet merr në një kompani private, në këtë rast kompaninë e mikut të zëvendës ministrit. Ministri thotë nuk dija gjë, që këta ishin miqë dhe që ishin takuar bashkë, sepse ka takime në Itali të Kështë kryer përve ca udhime, ca gjëra Po bashkë. kështu po udhime, makina kishin shkëmbyer bashkë, por ministri në gjykatë nuk e restoranti që kanë Tiranë ke Kalaja. Në gjykatë ministri nuk e njihte. Ajo është një aferë tjetër pastaj e ministrit, po. Restoranti Kalaja. Gjithë ideja është që 100 milion euro për një shërbim që ja japi një privati që rastësisht është shoku i zëvendës ministrit dhe që rastësisht ministri thotë nuk di gjë. Por ministri në këtë rast nuk e ka marrë ende po themi pretensën e prokurorisë sepse ka kërkuar gjykim të zakonshëm, nuk ka kërkuar gjykim të shkurtuar, kërkon që të gjykohet përballet me provat, nuk kërkon gjë të nxituar se mendon që është i pafajshëm. Ka të tjerë kanë kuptuar që sa më shpejt ta mbyllin aq më lehtë i bën. Për të bërë pak të edhe avokatin atë që më takon të bëj, për te pjesës Tu e prokurorin e mison, për te pjesës analizës. Vetë fakti, sepse kjo është në çështje çik më komplekse, për vetë faktin se njihesh, nuk do të thotë që ti do dënosh dikë, apo të thuash se ne të dy njemi dhe kjo të sjell aferën. Sepse kështu është paraqitur. Jo rastësisht e marrën koncesionin. Nuk është kaq e thjeshtë. Ka prova komunikime. Pikërisht, është shumë më e komplikuar dhe ka prova të tilla që duhet të zhbëjnë atë që është marrëdhënia e njohjes mes tyre. Shumë se ka raportuar që në grupi strukturuar. Për shembull, prokurori e çoi dosjen në gjykat pa përgjegjësi të ministrit të shëndetësisë. Ishte gjyqtari i posaçëm Erion Bane që i tha, "Jo, kjo gjëja nuk ka ndodhur." Pa dijen e ministrit. Nuk mund ta ketë bërë ministri mirëbesim të firmosin 100 milion euro në mirëbesim. Dhe e detyroi SPAK-un të hetonte nga hetimi u provua që në fakt ministri këtu duhet dalim. Jo thjesht e njihte, po kishte bërë udhëtime për qëllim të kësaj kontrate. Dhe këtu duhet të dalë ke thellimi i hetimeve, sepse hetimet në fillimin e tyre dhe në atë që ishte kërkesa për gjykim në fazën e parë, dhe shumë e rëndësishme kjo, sidomos në penale, ishte si përfaqësor dhe me një tendencë për të shpëtuar ose për ta mbajtur larg Beqajn. Ishte ndërhyrja e gjykatësit i vëmendshëm, i kujdesshëm, lexoi gjithë provat, bëri lidhjet logjike penale që ja riktheu dhe i tha i sekond. Se ky arsyetimi logjik, se penale është e gjitha logjik. 1, 2, 3 nuk ka se si në një koncesion prej
kaq shumë miliona eurosh, ministri të jetë një njeri kukull dhe thotë unë nuk e di se kush je ti. Kur provohet pastaj me fakte të tjera. Mendoj që më shumë merita është e nismës Thurit që ka dërguar të gjithë provat prokurorisë së posaçme se sa e gjykatës posaçme që ka kërkuar pastaj. A duhet të sjerdhi mikrofoni? Më erdhi. Po. Tani vjen dhe zëri. Ajo që po thoya ishte që ne këtu do jemi, po Beqa do dënohet me 3 vite si një drejtor dhe do të gëzohet 430 milion euro. Janë datë o lekë të nojna se ka shumë 430 milion euro. Si ka marrë to janë, si kështë shumë? Po janë shumë sepse askush nuk e di që sterilizimi nuk ka qenë vetëm në Tiranë dhe në disa spitale në periferi ose në disa qytete kyçe në Shqipëri. Sterilizimi kishte kaluar për te kufive. Kishte shkuar deri në Kosovë. Me të njëjtën me buxhetin, po s'është buxheti shqiptar, aty është prokuroria e Kosovës. Po lekët shkonin prapë te njëjtën thotë. Po, të njëjtët persona, të njëjtët biznes, të njëjtët kompani do të shtrihen dhe në Kosovë. Ato ti aludon që Jo, nuk aludoj. Që Ilir Beqa është ortak i fshetit kësaj kompanie. Po përderisa është apo është përfitues? Jo, është përfitues edhe është ortak. Ka krijuar pra të gjitha kushtet. Sipas dyshimit të Spakut. Dyshimet e Spakut janë që zoti Beqa në rolin e ministrit ka lejuar që njerëz të afërm të tij me njohje preferenciale të marrin një tender që kalon 100 milion euro dhe të vazhdojnë punën për 10 vite. Beqa i kthen lekët, më thon drejt dhe unë them të dalin nga burgu. Bile të bëhet rregull këtu, lart. Kush kthen lekët? Garancia pasurore nuk ka di shumë mirë. Qa fiton interesi publik që rrim burg Ilir Beqa apo nuk rrim burg? Problemi është lekët janë shkolla. Po jo më zhe. Apo i bëjmë armë se kërkon NATO 5%. I bëjmë diçka me vlerë. Po nëse nuk gjenden ato lekë. Dgjoj, lekët nuk gjenden sepse janë investuar në emra të tjerë. Ka qenë dikur se ti i vogël, po ne kemi lexuar libra, ka qenë një që quhet tatimi i jashtëzakonshëm. Merrte partia punës, si fusen burg ta parterra. Dhe në bandë aty, thotë, ku i ke Floririt? I jep ta i, thotë, jo, si mbas spionit X, ke akoma Flori. Jo, s'ka beton, burg. Pas e dhe prap. Po problemi është që këta zyrtarë, cilët sot janë SPAK, pjesa më e madhe e tyre pasurive, o janë investuar jashtë, o janë hedhur në emrat të familjarëve dhe njerëzve të tretë, jo të familjarëve, se dhe ata janë në netim, ose nuk gjënten sepse janë hedhur me... Në momentin që se tani dhe këtu ka një... Nuk the. Këtu ka prap diçka që nuk shkon. Do të sequestron pasuritë të zbulon. E kam ke pjesa e lidhjes. Pra, ligji që kemi në antimafia, 2009-ës, i quajtur antimafia, i famshmi, të çon edhe në këtë linjë, që po përdoret, sidomos të vitin e fundit, po përdoret shumë, dhe po përdoret kryesisht për këto grupet kriminale. Jo, është përdorur për korrupsion. Po në mënyrë të veçantë për grupet kriminale, se mbas ata që i kanë më të këqit e këtij vendi, kur unë mendoj që të këqit e këtij vendi realisht janë politikanët dhe nuk janë fare këta. Po kjo është histori tjetër. Pse? Sepse ata e bëjnë. Ky është opinion, thash mendoj unë. Unë jam avokat në pozicionin që i shoh gjërat pak në disa avokatë sot se me Spakun. Sot jam avokat, as me Spakun. Jam me të drejtën, unë jam me drejtën, me ato që do të fakti. Dhe kur Andoena me drejtë thotë që këto lekë janë zhdukur, se kanë shkuar këtë të tretë dhe tjerë, gjithë ajo filozofia e ndish paran, e ngritur, e trumpetuar, atëherë mua më stopon diku për këtë çështje po flasim, a? Po flasim për këtë. Paratë Beqajt që ka fituar janë investuar në biznesën Tiranë. Po çrëndsi ka? Po çrëndsi ka? Ato biznese a sekuestruan më herë? Nuk janë sekuestruar deri tani. Nuk janë sekuestruar deri tani për këtë dosë, nuk kemi asnjë sekuestrim, ka drejtë Andoena. Për këtë po themi pra, për faktin konkret, pastaj të tjerat historitë. Halli më i madh i Beqajt në fakt zhej do jetë gjatë gjithë kohës para burgimit që ka kërkuar dhe një hetim të zakonshëm do të jetë dysheku ku do të flë. Pasi nuk ka, për shkak të gjatësisë që ka, edhe në kushtet e paraburgimit ku ndodhet, nuk ja lejojnë që ai të futi një dyshek tjetër më të gjatë. Ata kanë gabim themon se aty hyjnë të njeriu. Unë jam bile do kisha bërë një peticion që t'i jepet dysheku. Prandaj nuk e thash rastësisht. Por sa më shumë lekë të kthehen, aq më i gjatë dysheku, ai më mirë, jam dakord. Po është edhe ironia e fatit që një ish ministër i akuzuar për një aferë kaq të madhe korruptive pranë qeverisë, dhe më thënë sepse duhet ta theksojmë të që kjo lloj afere është firmosur në kohën kur Partia Socialiste ishte në pushtet. Se kur nuk ka qenë. Gjithë thonë se ai ministri se nuk ka qenë. Nuk e kam për ju, e kam për opinionin. Jo, e kemi tërësi. Tu është jemi te paradigma e mollëve dhe kumllave mbrapa krave, këtë kemi të qartë. Lart, çfarë mendon për këtë? Duhet kthehen lekët ta bëjmë kështu më e thjeshtë.
Se nuk është çështje vetëm begjet, këtu është një grup biznesi, është një kupol. Repa e ky, ka me emra tu, s'poj të zërgjit. Repa, rapa, njësoj janë. Repa e rapa e me rë, po beqe e këto. Tani problemi është, t'i kthej leket ta, që duar shqiptarve, apo të rinë burg dhe catë të 4 vjetë. Qila të t'ishte strategjia, se shko, dhe strategjit juridike bëhen nga polemistët në botë. Pra ngrijet polemistët influencojnë opinionin publik bën presion, presioni perceptohet nga juristet, ata thonë të rrisim masat dëshkimore, bëhen projekt ligje të reja në parlament, apo jo? Po, Se merë dhe një pyetje për ty, po në basit përgjijet lajrët e për këta. Ka një parabol në Bibël kur një udhëtar shkon në një shtëpi dhe e mikpresin, e lajnë, japin për të ngrënë dhe i thot gjithmonë mikut të shtëpisë për vete e ke. Shtrojnë tavolinën për vete e ke. Me vënd të flej në shtrojet të pastra për vete e ke, i thot. I japin dhe një bukë të nesërme që po nisej, i thot sërish për vete e ke. Atëre, i zoti shtëpisë thot, e po kjo më të shmëndi për vete e ke, i fut një copë helm aty. Duke e të rrugës udhëtari, takon një djalë të ri i cili po kthej nga lufta. I uritur. Udhëtari thot, mere këtë bukë. Ushtari e merë bukën dhe gjatë kthimit për në shtëpi fillon e ha bukën. Kër mbrinde pragu i shtëpis, i bie derës dhe i helmuar jep jetë. Dera ishte e të zotit të shtëpis që kishte bujtur udhëtarin. Staj, vazhdon me shprehjen, çfarë shpirti ke për të dorëzuar në ditën e gjykimit? Ne 50 vjetë pa tjetër që i vum shkelmin çdo lloj religioni. Dhe mëkati që kemi bërë ne është i llaktarshëm. Madje edhe para disa orësh, 2 miqtë e mi në një podcast të një kanali goxha të madh televiziv dhe çuditem si nuk e ndërpret, domethënë se është blasfemi, talleshin me të qenit kryqtar i kishës ortodokse shqiptare. Talleshin. Madje njëra syresh ka qenë dhe këtu në studio. Por, kur e ke këshu, nuk s'kupton, hajde mo, që të bësh, do i falësh. Edhe halli jon është që falim. Dhe të vim në rastin konkret, jo, nuk duhet falje. Ne duhet të rikthejmë dënimin me vdekje, të vare në mes të qytetit, si që bëjë njëre një kohë, ose të shkojmë në vëndet skandinave, janë shumë vëndet sociale, që u pritej dora, në vjedh, pre dorën, gjuan me shqelm, një të pambrojtur, priti këmbën, thot fjalë të këqia, shkurtoj gjuën, dhe thua shti, lert, ku na ktheve në mesjet? Po në qofë se ne, silemi së në mesjet. Pra, në mesjet, ata kaçakët shqiptar, vidhnin nga thesari sultanit. Sot janë gatruar sultani, është populli. Populli e mbushat të thesar. Dhe ju, përderisa keni futur duart në xhepat e popullit, duen prerë duart. Jo të nxjerrin duart, t'i lajnë. Edhe pastaj me që i lanë, janë në regull. Jo, mërvla, jo. Fare zhej. Si thean duena, nuk dihen ku ka vajt parat, dihen ku kanë vajt parat në botën e përgjimit të ati emisionit që isha dhe unë, në botën e Big Brother, që e kanë zirë të romani 1984, George Orwell e botuar në 48-ën, se bënte loj numrash dhe aji. Në këtë botë, ku mbikëqyre gjithë shka me kamera dhe këto, që të gjitha kanë një çip elektronik dhe ne përgjohemi për qef, nuk dihen ku kanë vajt parat, ustallarët e din shumë mirë ku kanë vajt parat, nuk duan, është tjetër gjë. Po si kur të votoj, madje, the, polemistën ndikojnë. Kujt janë bandë të bëjë një referendum, të kthehet dënimi me vdekje apo të mos kthehet? Kjo është çështja. Kjo është çështja. Unë do thoja që këti referendumi do t'i shtojnë klauzol. Shpëton nga vdekja ai që kthen legët. Ç'po mirë. Dhe pronat. Lek janë dhe pronat e patutshme. Që nuk janë justifikuar pra. Po për këtë podcast. Jo, gjithçka, konfiskohet gjithçka. Okej, kthehemi në Po si nuk doli nga këto që thotë, okej, po kthej legët.
Si? Si nuk doli nga këto të akuzuar, të zyrtarët e lartë atje, po thele. Po ata janë pafajshëm, faleminderit Elida. Informës prerë. Janë pafajshëm o burri. Jo, problemi është që legët ata nuk i thënë vullnetarisht, po jetë ta them, është po themi i përditësuar legislatorët shqiptar për t'i kërkuar legët, a janë prokurorët dhe gjyqtarët të interesuar t'i marrin të legë t'i kthejnë buxhet, apo t'japin një dënim për syfaqet, ndoshta të mbushin ata në llogari bankare dhe harrohen gjërat. Zhej, asnjëri prej këtyre versioneve nuk përjashton njëri tjetrin. Që është e qartë që ne kemi një ligj shumë të mirë që ne ndita përmend ligj antimafia i njohur në gjuhën e përditshme, i cili garanton thuajse për çdo rast dhe nga SPAK-u është aplikuar në mënyrë më të gjerë së fundmi që për çdo rast korrupsioni, për çdo rast grupi kriminal të sekuestrohen dhe konfiskohen më tej pasuritë. Problemi është që këto pasuri që konfiskohen dhe sekuestrohen nuk i kthehen qytetarit. Agjencia për menaxhimin e këtyre aseteve është gjithmonë në një krizë. Kush shkon ta blej shtëpinë e një kriminalit sekuestruar nga policia? Kërkush nuk e blen. Janë asete që kryesisht ato janë para të investuar që ta nduhen, janë hotele, janë biznese, janë banesa, janë Se janë në kërcënim, po dhe nuk i blen njëri. Nuk i blen sepse janë në administrim e mbani mend Santa Quarantën? E ka marrë prap familja, ja sekuestroi dhe konfiskoi. Në rastin më të mirë e ka marrë familja e Siona, dhe në rastin më të keq të them unë kush i merr. Pronat e Arben Ahmetajt, e diti që kanë dalë dhe jepen me qera, fitojnë njerëz, fitojnë para. A i kthehen publiku nuk i kthehen. Po jo, nuk i kthehen publiku, dhe as kanë për t'ju kthyer publiku. Pra Zhej pyet, më bëri një dëm mos qytetar një politikan, ministër, shtetari korruptuar, më vjen para jam mbrapsht, ligji ekziston, mekanizmi ekziston, çështja është që menaxhimi këtyre aseteve nuk është produktiv në mënyrë që ne të marrim bazë dëmit që është bërë, edhe kur ligji aplikohet. Se nuk po flasim kur ligji nuk aplikohet, se ka interesa prokurori, ka interesa të caktuara që ndërlidhen bashkë, po edhe kur sekuestrohet o pasuri, keq përdoren ose i rikthehen familjeve mafioze me rrugë të tjera ligjore, që e merr një njeri që është i lidhur drejt, është një prestanome ose një person i fshehur dhe ka Santa Quarantën sot e përdor familja e atyre njerëzve që e kishin në fillim që shteti ju sekuestroi. Nisa, ajo që është evidente është një fakt që kreu i antimafjes italiane në kohët e fundit është parë shumë shpesh në dyert e SPAK-ut. Kjo tregon që ka disa veprime ligjore që po kryen për disa nga zyrtarët e vënë në akuzë dhe të cilët janë në proces hetimi. Ne mos harrojmë që është një pjesë e mirë e avokatëve të këtyre zyrtarëve dalin në deklarata për media dhe gjëja e parë që bëjnë është që mohojnë pasuritë e tyre. Duke deklaruar që nuk kanë zero ose kanë zero pasuri. Avokati paguat. Prandaj që avokati djalli. Jo, po them që janë njerëzit, po nuk po gjykoj avokatin më. Unë po them, avokati është njeriu që ne na jep informacion. Po jep informacion sipas interesit vet. Po pra se ai që është brenda nuk na thot dot ne. Na e thot avokati, fjala e avokatit na përfaqëson. Prokuroria ban akuzën gjykim se ma avokati. Por pjesa më e madhe e pasurive të zyrtarëve shqiptar, nuk ndodhet në Shqipëri. Okej. Çembeta, mund ta rindërtosh edhe një herë para se të largohemi nga kjo temë. Pra, të çështjen e serializimit dhe këto si është opinioni edhe ndër gazetarët në përgjithësi. Me fjalë, SPAK-u ka qenë adekuatisht goditës, se mua më bëri përshtypje më duken shumë vite. Me ato, mund të jenë dënimet të buta. Në mendimin tim personal, mendoj që SPAK-u është treguar i but në pretensë që ka kërkuar, bëhet fjalë për shumë marrëmendje. Për një institucion se SPAK-u mohoni blerë. Me bëja të dyja. Ka të më shirëshëm o zhejtën se nuk janë Zdo prokurori dhe zdo gjykat thuhet që je pendim but, dyshimi është që i ka blerë. Për punë dhe me nivelin e bashkëpunimit, nuk e bashkëpunuar zyrtari me prokurorin. Një pyetje shumë thjesht fare. Afera është 100 milionë euro, tash personi kryesor ish zëvendës ministri i shëndetësisë, Klodian Rjepaj, mund dënohet 5 vite 8 muaj burg. 3 vite i konvertohen me bashkën para burgimin, i ngelin dhe 2 vite e gjysë e pak muaj burg, për 100 milionë euro. Burg nuk janë pakte dhe në 100 milionë euro ke për të ndarë 10 veta, tani mos të jemi 10 milionë euro duke në pakte? Pëse 10 veta më të ke Ilir Beqe, zëvendës ministri dhe pëse me kush do marrë 10 milionë euro, pastrusja e ministri shëndetësisë. Civilizim aty e kupton, nuk është se janë lek kështu të fituar. 3 persona kyç. Proporcionaliteti dhe është personal. 3 persona ke kyç në dosje. Ministri shëndetësisë, zëvendës ministri, personi që ka marrë tenderin dhe biznesmeni, këto janë. Tjerët janë
Nuk do I vrasim, se ka një ndarje. Nuk është me vra. Është kërtencë minimale për mendimin tim. Kanë vjedhur djerësën e popullit shqiptar. Sa është marrëzhi i dënimit për vetëm penale që janë? Ato akuzohen për vetëm penale shkelje të pavarësisht në tender, korrupsion, mashtrim dhe mos e kem pasurie. Sa është maksimumi? Është shumë pak. Po mos harroni që zoti Beqaj ka edhe një çështje tjetër, Ka sa spaku. Ka sa spaku, kështu që është person. Beqaj është akoma tjetër, se Edhe për sa spaku se ka sekuestruar një apartament në Vlorë. Sekuestruar vetëm një apartament deri më sot zotit Beqaj nga spaku. Sekuestrimet janë pothuajse legje. Mos duhet ta provosh që ai biznesi është I Beqaj, duhet ta provosh këtë. Si ai ka mo? Ideja është... Atë ku bojnë ato bifteqit e mija dhe përzohet e mija qaj mishi kështu... Pikërisht, pra se kjo është ideja. Apo se ka e ka... Po në që të vendos në emrin tim restorantin, se ta kuptojmë që të ka bërë letuar krimit. Qa themi... Prokurorët, një prokuror që snajper të ngrenë ajër. Një snajper, po të ngrenë ajër. E, se Nida të ngrenë ajër. Po sa ajo në mënyrë të ti, lidhja logjike, skema, mënyrën, prova. Që bënë në veljes për vilën në qërret. Që se kishën emrin e tjesë zbulu. Një nga hetimet më të mira, që pak në kemi ledzuar deri tani, dhe unë flasë me ato që kam ledzuar duke u nisur edhe nga ashtë sa mund vjetë në dispozicion, që kanë qënë për pjesën e arrestimeve, pra ka qënë vendimi për konvalidimin e arresteve. Tani u këthyre Nida prokurore. Jo, nuk është çështja prokurore, është për gjë. Nida bën si kur lirë Beqaj dhe Klodian Rjepa janë ignorantë. Hetimi më i plot. Jo, mos e ndërprej Nidën. Hetimi më i plot teknik deri në këto momente që për mua realisht meriton një duartrokitje në lidhje me cilësinë e hetimit, është ai për Erion Velin. Tani, për cilësinë edhe metodologjinë e përdorur për hetim. Në gjithë të tjerat po kërkojnë dënime me burg për njerëz koto goc. Po kërkojnë dënime me burg në 10-15 vjet për pafajshëm. Jam e sigurt që në parlament për të justifikuar dështimet e veta. Është absurde. Unë jam shumë e sigurt që ti në parlament e dëgjuar kreun e spakut kur flet për krim intelektual. Tani këta njerëz, po krim intelektual nuk është krim idiot, intelektual nuk janë ignorant. Këta njerëz kanë një jetë që punojnë i kanë bërë edhe ligje ditët si të shpojnë rreth në ligjeve. Ditët si të fshihen. Nuk është krim mediokër ky. Pra këta kur janë pasuruar në mënyrë të palishme, kanë qenë të kujdesshëm për të fshehur gjurmën. Ndaj është pak e vështirë dhe duan një analizë intelektuale, logjike, formative. Po nuk është kaq e thjeshtë që duket. Mbi nivelin mesatar. Nuk është një white collar crime, por do jetosh edhe një grup strukturuar kriminal me bie dakord me ty, po nuk është kaq e thjeshtë. Mos e bëjmë si ka shumë diçka perfeksionit e tij. Ka shumë gjëra. Që tha Enida nga Gjë, vetëm ti shtoj diçka perfeksionit të hetimit që e vëto, urdhro, ja pra, fol. Një tjetër akuzë që do të rëndojnë mbi Erion Velin do të jetë shpërdorimi i detyrës. Më në fund. Unë do të thosha më në fund. Po, për dalin në ngrit gjithë okazione që ai mbat para burgim pas një gjë. Po Zhejde, hapi të temën tani se është si... Së shkjo, po le edhe një. Është si artikull e Agim Neshos tani që eksitoj gjithë opozitën, e kupton? Tani shkryme me pagesë mund bëjmë gjithë. Edhe? Po ka që është e thjeshtë, të shkruaj një studi avokatie që ka marrë lekë e thotë që Erion Velin bëhet në burg padrejtësisht. Po nëse ti paguar, para burgim. Zhej, provo të më paguar se ç'themon për ty se ke ide. Provo të më paguar, bëj bibliografi të shkëlqyer. Më ndihmon dhe ChatGPT-ja të biografi të shkëlqyer për të paguar. Duhet të jemi qartë, për opinion publik. E kam shumë të rëndësishme këtë. Para disa kohësh, para disa vitesh, por është akoma, ish presidenti francez Sarkozy është dënuar për një nga aferat dhe është në proces për aferat tjera për korupcion. Presidenti Francës. Njëri që ka bërë luftën në Libis, ka bërë pranverën arabe dhe buri Karla Brunit. Gjithë. Nga yjet më të dhaja. Ta vërdim të? Ok. Krye lobist. Dhe qa bëjnë ata? Se kanë futur në burg. I kanë vënë një unaz. Që bën pip, në që se largosh ka një sekund. Po është bizylyk. Tani, ka i problem. Kur ti nuk ke mbyllur një proces dhe në fund, sëse merë tani e mbyllë në burg dhe hitë qesin det. Ky është një diskutim i drejtë. Kjo është metoda komunistë që pas ne. Ky është një diskutim i drejtë që vlen për çdo njeri që po tani si pa faqe që janë 50.000 lekë ditë. Ky është një diskutim i drejtë që vlen për çdo njeri në këtë vend, nga më i parëndësishëm Por unë po flas, argumenti i disa avokatëve të paguar që thonë që është në burg padrejtësisht, nuk më thot asgjë më shumë të ç'dia. Ai edhe mund si shumë kolegë të tij, mund të merrte Aratin,
të kërkon të strehim në ato shtete që ne dim që të... Është për dignitet të ti që po dhe të barë drejtsin. Unë po t'jap drejt, më burë. Thua lert këtë drejt. Sa po dash të drejt, ke shumë të drejt. Erion Velia, ndryshe nga Arben Ahmetaj, u tregua dignitos që shkoj për balë me drejtsin, nuk është narrativ. Pikërisht. Faleminderit. Po pse kaluam ke Erionit tani, ne kishim tjetër temë, po nesër. Veta kalove. Mbaro si jo. Kjo ke Byzyliku elektronik, vetëm diçka, se tenderi Byzylikut elektronik 2 milion euro, kur u bë, ka qëndruar këtu. Se do më tenderi s'ka më Byzylik. Ka akoma emra të rëndësishëm brapa atij tenderi. Ajo është histori tjetër, por gjithsesi dhe ajo mbyll. Pra do më thënë, fitoj tenderi i fasuleve të Burgut dhe unë bi tenderi i Byzylikut modern. Me sa mbaj mend ta ndojnë as memoria shumë e mirë detajuese se unë, u dënuam disa persona. Nga që do e mbyllim. Jo, nuk e mbyllim asnjë, nuk është. Do të është temë tjetër. Jo, do kalojnë në publicitet dhe kalojnë në publicitet. Thuaj patjetër. Po është se më mbyllën pyetje për Enidën këtu ha. Jo, është mëse, pa mëse këtu Enidën. Nuk tallë. S'kam autorizim të them emrin, po është mëse, domethënë, gjithmonë më tepër bëhet akoma edhe më prezente. Shprehja e Adze Flumbit që thotë si ka mundësi një komb kaq i vogël me pasqit kaq shumë rrugaça. Okej, u kry. Atë Enida, pyetje për ty. Mund të pyetësh Enidën se sa dënohen për krimet të ngjashme në Itali në fqinje, sepse ekziston një opinion këtu që dëshkimi i abuzimit me detyrën është parashikuar qëllimisht i ulët. Si, abuzimin dhe njerë? Ekziston një opinion këtu që dëshkimi për abuzimin me detyrën është parashikuar qëllimisht i ulët në mënyrë që mos ketë dënimet Jo, fortë. në Itali shpërdorimi i detyrës, sot, për informacion edhe të kolegut që e ka shkruar, dhe kam dhe idenë se kush mund tjetë, nuk ekziston më, pra është shfuqizuar si nen. Dhe pikërisht për faktin se shpesher prokurorët e përdornin si armë dhe dënoheshin zakonisht pak, 2 vjet, 3 vjet minimumi, 5 vjet ka qenë mos gabohem, në të cilën mirë ishte një minimum. Dhe kjo ishte një metodë që përdornin prokurorët, sepse Italia ndryshe nga Shqipëria, prokuror gjyqtari ka realisht të fuqishëm, po të drejtë në një pjesë, por dhe politikisht lojtar. Por ama, atje për të mos gjetur këtë... Ato nuk i kapnin do të ke korupcioni, nuk i kapnin do të ke korupcioni, sepse janë mjeshtra të niveleve të tjera ata. Ata janë mjeshtra prej vërteti, jo kështu rjepi, rjapa, rapaj. Nga Italia erdhën dhe këta... Po pra, po erdhën, po janë mjeshtra se kanë shpikur. Erdhën nga Italia, por ka një metodologji, se është ligji jonë i tillë dhe hapësirat. Italia në ligjin e vetë, në kodin penal të tij, ka hapësira pa fund. Dhe shpërdorimi i detyrës është më i thjeshti për t'u kapur, ose më i vështiri për të mbrojtur. Dhe shpesher përdorej. Ndërsa në Shqipëri shpërdorimi i detyrës abuzivisht shpesher përdoret nga prokuroria se ka të njëjtin mekanizëm dhe e fusin aty. Italia e hoqi këtë që të mos abuzonin prokurorët. Edhe përgjigjen. E shumë e sakt. Pra, shpërdorimi i detyrës është një mekanizëm si që më pyet ai zotëria, me drejt s'ka më autorizim të theme. Te dosë sterilizimi nuk është përdorur. Është një xhep i vogël ku futet brenda një krimi i madh. Po. Po, dosë sterilizimi shpërdorimi i detyrës nuk është. Ndërkohë që në kuadër të rishkrimit kodit penal po punohet që shpërdorimi i detyrës të hiqet fare në. Po pra po se e morën nga Italia copy paste, ne vetëm ne kopjojmë po si interpretojmë, kjo është diferenca. Cila është ardhmja e grupit sterilizimit? Pra ashto beqen, do dënohen. Me datë 9 korrik do jepet vendimi nga gjykata e posaçme. Shkalla parë, se dëgjoj. Është apeli është. Problemi është që këtu edhe kushtetuesja është kryer në shkallë të 4, gjykatimisht. Është e çuditshme, por që në Shqipëri mund të ndodhin këto gjëra. Shkolla në kushtetuese kjo. Po deri aty do të çojnë se kush më thon një njerëz që nuk e ka çuar, pastaj që nuk e ka çuar në kushtetuese, sepse kushtetuesja është porta për në gjykatën e Strasburgut, drejtave të njerëzit. Dhe do të thonë edhe 100 milion euro dhe me drejta njeriu të shkelura. Ai dyshek. Ai dyshek. Dyshekun edhe më dyshekun e gjynasë. Jo, është kuptim metaforik, nuk është çështje se për mua kemi që Di Pietro Alessandro. Po, Di Pietro manipulit. Ai doon prokurori më i famshëm i Italisë së viteve të Berlusconi atë. I fusë dhe i në burg, kise këto manete facile, thonë të ato prangat e lekta, i fusë në burg, dhe njëri hapi gojën dhe u rrëfyë, vetëm se si shte mësuar kur të jetonte me qaqavë burgu, se nuk e ndroshë qaqavët për ditë.
dhe ai vetëm nga paniku Çaçavëve tha o ta vare me Çaçav, o të tregoj gjithë, tregoj shokut. Ta s'kan treguar shokut, s'kemi bashkëpunëtor në drejtësisë. Ka kemi rezistencë. Ka njerëz që kanë treguar, por nuk asnjëri prej tyre nuk e ka përfituar statusin e bashkëpunëtorit. Ka qenë vetë ky zëvendës ministri, ky zëvendës drejtori, ky Rajpa, i cili ka çuar në SPAK në fazën fillestare kur është marrë në pyetje, ka çuar dhe një videokaset, një gjë të regjistruar ku pretendonte që nuk ishte ai personi që kishte urdhëruar apo se kishte ndërhyrë që ky proces pra, të merre ky projekt të merre nga të huajt, por kishte qenë urdhri i ministrit. Pra, zëvendës ministri anget si shefit. Po. Gjë e cila nuk u mor, madje në atë kohë u vendos arresti për të dhe lirimi, do të hetimi në gjendje të lirë të zotit Beqaj. Pra do, me që ai spionoi në vend që të bëj bashkëpunëtor i mbrojtur, u dënua. Gjithsesi edhe kjo masa u prit pastaj u prit deri në momentin që u dha vendimi nga zoti Bani për të vendosur arrestin e zotit Beqaj. Kemi vetëm një pikë të vogël publicitare dhe kalojmë në temën e dytë të pjesës dytë.